نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, të nderuar të pranishëm, kjo është xumaja e tretë e muajit të begat të Ramazanit, ku lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu ditët e agjëruara, ditët e kaluara t'i ketë bë kabull për neve, e ditët që na kanë ngel, ditët që na kanë mbet për t'i plotësuar nga ky muaj i madh i Zotit te bareke ve teala, Allahu na ndihmoft në udhëzime dhe në punë të mbara. Do të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala që ta shpjegojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku është edhe hadithi më i veçantë mbi agjërimin edhe Ramazanin, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala thot në hadith qudsi, çdo vepër e birit të Ademit është për ta. Çdo vepër që e bën njeriu është për ta. Ka për qëllim hisja edhe kismeti edhe ndarja e lëvërdisë është për ta, përveç agjërimit. Jo që namazi nuk është për Allahun, por ka mundësi mu bë edhe për diçka tjetër. Jo që zekati është për Allahun, jo se haxhi nuk është për Allahun, mirë po mundësia për të bërë edhe për të tjerët është shumë e madhe. Mu për këtë arsye, për shkak se agjërimi është edhe gatise e pamundur që të bëhet për dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, atëherë Allahu xhelle xhelala ka zgjedh agjërimin që ta veçojë në përkatësi të vetvetja. Në vazhdim të hadithit, pasi që shpjeguam çfarë i bie fjala pejgamberit alayhi salatu wassalam, fa innahu li, Allahu ja thot agjërimi është i imi, i pa dy shpjegime të ulemave se si e kanë sqaruar se çfarë i bie agjërimi është i imi. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith dhe thot Allahu subhanahu wa taala, fa innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, besimtari e lën epshin e vet, bukën e vet, pijen e vet për hir timin. Kështu ka në hadith qudsi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi shpjeguar çka është dallimi mes hadithit qudsi edhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anit. Tani te kjo pjesa e ka lënë epshin e vet, ushqimin e vet, pijen e vet. Çfarë kanë thënë dietarët në komentin e kësaj, dhe cilat janë mësimet edukative, morale që nxirren nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para të ndëruar xhamat, për çfarë Allahu subhanahu wa taala ka veçuar agjërimin? Për shkak të pamundësisë në dyftërsi. S'mundesh me e bë për dyftir, sepse agjërimi është shumë i fshehtë. S'ka mundësi mu bë për dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Tani thot çfarë? Tani ka kallzu procedurën. Ai e lën epshin e vet, ushqimin e vet, pijen e vet. Pra kjo është mjeti me të cilën realizohet agjërimi. E cilat janë urtësitë hyjnore që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që agjërimi të jetë me këtë procedurë? Pra pse bashkë me lën bukën, edhe me lën ujin, edhe me lën epshin? Mësimi i parë që ka nxjerr hoxha i madh Abdulrahman ibn Rajab al-Hanbali, dietarëve të vjetër të muslimanëve, çfarë thot? Kasrun nafsi fa inna ash-shab'a war-riya ma mubasharat an-nisa tahmilu an-nafsa 'ala al-ashari wal-batri wal-ghafla. Gjëja e parë, mësimi i parë që kanë nxjerrë dietarët nga kjo cila është se njeriu lënia e epsheve, lënia e ujit, lënia e bukës ja thyen egon. E thyerja e egos është qëllim hyjnor, është urtësi e Zotit xhelle xhelalu. Ai dëshiron me ta thyti egon. Egoja të ndërum xhamat, nëse nuk thehet, rritet. Nëse rritet tepër, bëhet ortak me Zotin. Tenton me bë ortak me Zotin. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala, sikur që e përmendëm te ngjarja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, kur e prezantoi ngjarjen e Ibrahimit me Nemrudin, me atë mbretin zullumçar, arrogant, i cili kishte polemizuar me Ibrahimin alayhi salatu wassalam se kush është Allahu subhanahu wa taala, njëra prej sebepeve kryesore që kishte bërë Nemrudin Nemrud dhe faraonin Firaun, çfarë tha Allahu subhanahu wa taala?
an atahu Allahu al-mulk, se Allahu e kishte begatuar me çfarë? Me pushtet. E pushtetja ka rrit egon. E egoja është rrit deri në atë shkallë sa që ka thënë ana uhi wa umit, edhe unë jap jetë, edhe unë marr jetë. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala, për shkak se te sicili shpirt, te sicila ego ka krijuar atë çka e kërkon Nemrudi dhe Firauni, me agjërim e thyen këta. Me agjërim e thyen këta. Andaj është shumë e vështirë për mbretërit dhe sultanat dhe kryetarët e ndryshëm të botës që të agjërojnë. Por çfarë arsye? Nga se ata krejt pushtetin e bëjnë për me hangë dhe me pi. E si ka mundësi mi anal hajën dhe pijen atë cila ai me vite ka luftu për ta bëu ata. Për këtë arsye, mësimi i parë edhe urtësia e parë që Allahu subhanahu wa taala ka bërë se në agjërim të lihet epshi, edhe të lihet ushqimi dhe pija, cila është se të ngopurit me ushqim, të ngopurit me ujë dhe prekja e gruas halal, thot, e nxit nefsin për 3 gjëra. Egon, qenjën tane, e cila është për te trupit, e cila ajo është ai uni, ai kur ti thu une, e jemja, prona e jemja, kjo është uni, kjo është egoja. I thënë në gjuhën arabe nefs është e jotja diçka. Apo kjo i nxit 3 gjëra. Nefsi e nxit njeriu për eshar. Çka është eshar? Kur ti për shembull s'di më ngop. Kur s'di më ngop dhe kërkon lartësi. Kjo është e nefsit. Për shembull ti ki një lloj mbrojtje apo sistem mbrojtës. Për çdo sen e cila ta cënon ty krenarin tane, dinjitetin tan, madhështin tane dhe ti mbrohesh. Apo andaj ajo e cila e thyn këta është kur ti si jep me hangër, si jep me pi, se le me prek halalin, e kështu me radhë. Andaj 3 gjëra i nxit nefsi i ngopt. Gjëja e parë cila është kur ti thue qyre tash, këtë këto janë lartësitë e mia, madhështitë e mia. E dyta, batar, shkelje. Ti fillon me shkel tjertë. Se uni kur dëngopët, apo fillon me pa atë tjetrin ma të ult, ma poshtë. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mendjemallësia është refuzimi i vërtetës dhe shkelja e njerëzve. Shkelja e njerëzve. Në atë moment që ti di kanë këshirë ma të vogël se vetja, ti me nefsin tanë kini fart defekti. Ti me vetën tanë kini fart defekti. Sepse insani të ndërum gjëmat nuk du të tashe kërkan ma poshtë se vetja. Se fundja është edhe krijesë e Zotit. Apo, ma dje dhe nëse është mëkatar, ma dje nëse është gjunaqar, ti mund të refuzosh mëkatin e ti, gjunajin e ti, por jo të mendosh se je ti ma i mirë se aj. Jo të mendosh se ti je ma i mirë se aj. Ma dje dhe nëse je ma i mirë se aj, në veprimtari të dukshme, në veprimtarin e jashtme, ti këta dush mja përkatësua Allahut, jo vetës. Por nëse thot njani, qysho gjo, une a me një vetën ma poshtë se a ishka sa gjorona, a i shoni njeri nuk ninon, une ninoj, a i bja une që jam ma i mirë se aj, edhe nëse je, begatia e të agjërimit tanë është e Zotit, a i ta ka mundësue. I du që thonë, elhamdulillah që Zotit ma mundësoj me agjërue, pro a i është meritori për këtë mirënjohje. A i ma ka mundësu, sa i me dashtë banë si a i tjetë është ka s'ninon. Po këta si du të mi u falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, gjëja e dytë që e nxit nefsi cila është al-batar, kur ti munosh mi shkel të tjerët, kur ti munosh mos mi pa ato. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ditën e kiametit Allahu i ringjall mendjem dhejt në kallopin e bubrecit. Në kallopin e bubrecit, që ti shkelin njerëzit sikur ka ata i kanë shkel njerëzit në këtë dunja. Madje ringjallja e mendjemadhit në formën e bubrecit argumenton se ai bubrec u kon, po e ka fëni vetën si tupan. Andaj ka arë kiameti dhe ka shfënije, edhe u ka këthi bubrec. Për këtë arsye njeriu i madh e ma vetën t'ult. Njeriu i cili për një me ka vlera, për një me ka cilësi, a e ma vetën të ult. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka insan, s'ka njeri prej gjakit dhe mishit dhe lëkurës që Allahu subhanahu wa taala ka ngrit më nalt se ai. E ka ngrit në Isra dhe Mi'raj. E ka ngrit deri në atë pozitë ku Jibraili ka thënë alayhi salatu wassalam, shko Muhammed sunës në vin mo. Shko se ajo mo nuk ka mo lartësia jeme. Megjithatë kur ka zbrit në tokë, ka nejt me fukara, ka nejt me modest, ka nejt me njerëz të thjesht.
Ka net me Bilalin radhiyallahu anhu, i cili ka qenë rob dhe hizmetçar, por t'i tregu njerëzve se pejgamberi alayhi salatu wassalam nga këtë kjo lartësi e vlerave të veta s'ka refuzu me kon modest, dhe asnjëherë nuk i ka shkel njerëzit alayhi salatu wassalam. Andaj kjo është gjëja e dytë që e nxit nefsi i ngopt, nefsi kur i ka krejt, dhe kjo shifët mas mirti të njerëzit që kanë pasuri dhe kanë pushtet. Kjo shifët, andaj tha Allahu subhanahu wa taala për Nemrudin, en atahu Allahu al-mulk, Allahu ja dha pushtetin, edhe Karunit i dha pare. Edhe parja, ku të bëhet me pushtetin, edhe ignoranca aty, ata çka pritet? Pritet një shkelje, pritet një në përkambje të drejtave të njerëzve. Kjo është gjëja e dytë që nxit një qenje edhe një i ngopt, kur ka me hangër dhe ka me pije. Tjetra edhe ghafle. Edhe nefsi i ngopt është i shkujdest, ka ghaflet. Ghaflet është një lloj perde e cila i vënohet trunit njerit, zemrës njerit, është perde, nuk i shet vërtetat. Për shembull, insani e rrethoi një grumbull dobësish, ama ai pi gafletit nuk i shet. Për shembull, insani me meditue në atë se është nevojtar, ai nuk duhet me bëu mendje mallësisë. Ti je nevojtar, ti njeri i cili ki nevoja, ti mos i të hash bukë shkon nevojtore. Kjo veç kjo do të më kallëzoj se ti kurkushi nuk je. Ti je pi ujit, ti vazhdimisht shkarkon ujë, nxjerr ujë dhe marr ujë. Ti vazhdimisht i nxjerr ushqimin tan. Dhe kitë kjo çfarë tregon të ndërum xhamat? Se insani jo i dopt. Madje nevoja jote për bukë të ka thënë sa i dopt ti je. Andaj këto krijon perde, këto krijon mbulesa, dhe këto mbulesa e bën njeriu çfarë? Indiferent. Çka i bie indiferent të ndërum xhamat? Nuk i shaqërat ashtu siç janë. Nuk i shaqërat ashtu siç janë. O shumë i vogël, dëshirat i ka shumë të mëdha. Do me e prek qillën, nuk e ka takatin. Nuk e ka takatin. Krejt që to për t'i menaxhu dhe për t'i kontrollu dhe për të mos mëni ato në pikën e rrezikshme, Allahu xhela ka thënë wa taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu. Agjëruesi realisht çfarë po thot? Me lënien e ushqimit, pijes edhe epshit. O Zot, nefsi jam është i shtrëth, është i ult, nuk bën rivalitet me tyje. Unë jam robi jot, ti je Zoti jam. Ti je Zoti jam. Andaj urtësia e agjërimit në lënjen e epsheve dhe ushqimeve dhe pijeve, cilat të ndërum xhamat, që njeriu ta thën kanë ngopsinë e vet, ta thën pijen e vet, se piçasoj na i vjen sherrri. E ti kur je i ngopt, andaj sikur që kanë thënë disa prej dietarëve, se shtazët janë të rrezikshme kur janë të uritura. Hajvani kur është i uritur, shtaza, kafsha, sidomos të egrat, kur janë të uritur janë të rrezikshme, sa do të kafshojnë. Të kafshojnë se është e pangopt. Dhe kundërta e insani dobësohet kur është i dopt, kur është i pangopt, kur është i uritur. A dhe ti e shesh i agjëruesi jo i dopt, agjëruesi sa që ka mend, rregullos s'kam të hangur në bukë. Unë jam i lodh jam. Apo, pra njeriu kur është agjërueshëm i bjen instinkti për sherr, i bjen instinkti për keq. Përveç njerëzit prish shumë. Ka njerëzit prish shumë, edhe pse shejtant janë të nalt, ai s'nalet. Është shejtan vetvete, tjetër insan është ai. Andaj Allahu subhanahu wa taala kul a'udhu bi rabbil falaq, qala kul a'udhu bi rabbin nas. Pra edhe pi xhenëve edhe prej njerëzve Zoti më na rujt. Mirë po, në bazë njeriu kur është agjërueshëm i bien krenarit. Te kafsha, pra rreziku në uri, te insani në ngopje. Insani ku të haje, që të rruju. Pra, të ndërum xhamat, botës api rrezikohet rrezik, kaos dhe zullum pi njerëzve që s'kan as që kanë. Pi njerëzve që kanë pushtet, kanë pare, ata janë problemi. Pra barqet e mdhojat zenginave janë problem për fukarat. Sa i së në ngopë barkin e vetë, a i të dash me morë miliarda dhe miliona, a i shkel mbi popoj, a i shkel mbi njerëz, a i shkel mbi shtetet të tëra. Pse? Për me mbush egon e vetë. Pra a i nga ngopësia e madhe, nga etja e madhe që ka për pushtet, a i bën zullum. Për këta syje, shiko, është e kundërta e kafshës. Tigrin, kur ti e për shmesh, a i më nuk a i rrezik shumë. A i ullet, pse? E ka morë mishin e vetë, tashmo nuk kështu e ka bo me funksionu Allahu subhanahu wa ta'ala qenjet e ndryshme të kësaj bote. Andaj, urtësia e parë që kanë nxjerrë
Abdurrahman el-Hanbali rahimahullahu ta'ala, se Zoti Madh Xhella Xhelaluhu e ka bërë e curin, trajektorën e agjërimit në çfarë? Në këtë orbit që të lihet epshi, haja dhe pija. Piqetin e trijave krijohet ngopsia. Ngopsia e ushin nefsin. Nefsi është egoja e tij dhe kjo ego këshir mu bo Zot. Këshir mu bo Zot. E njeri të ndërum xhamat, njeri kur të ton mu bo Zot, a mund bëhet? Jo, veç shejtan bëhet. Dhe kjo është interesant. Sa më shumë insani që jep zor mu duk si Zot, sa më shejtan duket. Apo andaj ti vëreje në karakteret e njerëzve. Krejt ata të cilët dojnë me shtrinjë autoritet të pa kontestueshëm mesin e njerëzve, njerëzit thonë hikve pi atina. Hikve largojo se mundohet mu bo si Zot mu kon. Për këtë arsye vetë Zotit i ka hije dhe i takon që ai me kon Zot. El mutakabbir, ai i cili e mban veten me të madh son Zot subhanahu wa taala. Ama insani kur e ma veten me të madh shumë keq duket. Se nuk takon ti me majt veten, nuk takon veten me majt me të madh. Kjo është urtësia e parë. Urtësia e dytë që kanë zgjedhur dietarët nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njeriu kur agjuron çfarë bën? Realisht çfarë bën? E lën pijen, e lën hajën, edhe e lën epshin. Dhe çfarë është qëllimi me emrim me këta? Qëllimi i kësaj të ndëruar xhamat e dyta është që të shkarkohet zemra dhe truri dhe gjuha për ta përmend Zotin e Madh subhanahu wa taala. Nga se këto epshe kur të ngopën dhe kur të mbushen dhe kur të ujitën, atëherë e bëjnë zemrën të penguar. E pengojnë zemrën me e një fukarallëkin. Nuk e një varfërien. E robin bazë fukara. Robin bazë është fukara. Andaj cilësia ma e pandashme e robi cila fukarallëki. E cilësia ma e pandashme e Zotit cila zëngin lëki. Wa hua al-ghani, ja ju e nësë, e në të mullë fukara. O ju njerës të Allah, ju jeni fukara, ju jeni të varfër. Allahu ka, ju s'kini. Kur që nësa e jona? Konsumatori ma shumëti që e rejnë vetën, se o i pasur o insani. I vetëmi konsumator që e rejnë vetën, se është pronar o insani. Apo, unë e thot e kam, shpia eme. Apo, dhe e knaq egon me këtë, shpia eme, që të unë e kam. E knaq egon kjo. Dhe pak mja e këperdën me thonë ti ki me dhe, kjo shpia është e jotja përkosisht. Pro ti e konsumator, mos kujto që është e jotja. A në të ndërum gjëvat, këto bëhem pengesa. Kur ti e ki ushqimin, e ki pijen, edhe e ki epshin, kjo ti ban 3 probleme. Problemin e parë që ta nëzirë, cila nuk le zemra me menu që ishtë duhet. A krejt qëllimi agjërimit o zemra? Krejt qëllimi agjërimit o zemra. Nëse zemra nuk menon për Zot, nëse zemra nuk e përkujton Zotin, nëse zemra nuk e do Zotin, a dashnia të ndërum xhamat është problemi më i madh i njerit. Krejt mundesh me apo njeri dashni me Zotin i vjet. A mundesh? Apo, a diçka është interesant. Njeriu shumë shpejt mundesh me bind me urrejt. Ama shumë ka dalë e bind me dasht. Pra shumë shpejt njerin e shty me urrejt. Ama me dasht në pak ma procedur me e gatë. Pse? Se dashnia problem. Andaj, adhurimi i Zotit me dashuri o shumë ma i vlepshëm se adhurimi i Zotit me tut. Apo, adhurimi i Zotit me dashni, kur ti e do fejer, kur ti e do islamin, kur ti e do agjërimin, kur ti e do agjërimin, por shembull të ndërum xhamat, kur je kon fëmijë pak me tut kanë shtim me agjëru, apo? Po, ama tash ti e pjek, tash ti e ke kuptuar ti e do këtë punë. E për këtë arsye duhet çdo punë të mirë me emrim, me dasht. Se nëse e ban me zor, një ditë ki me lan. Ama nëse e ban me qef, nëse e ban me qef dhe me dëshirë, ata nuk e lën në asnjë gjendje. Në asnjë gjendje. Sikur për shembull në xhuman e kaluar, se s'ka diçka më të rrejtur se të agjërusi, se sa ta prishe. Se e do këtë punë. E do, dhe ti e gjen edhe i sëmuri, që doktoria ka legjitimuar me e prish zemra i kallët. S'po duhet thot ta prishi. Dhe sabri xhamatlive thonë, "O, më ka leju doktorive, a ban me ta xhoroj unë ani pse më ka lejuaj." Ne I themi, "Jo, dush me ngu doktorin." Po jo vetë s'po moj. Po du ta xhoroj. Pse? Si kjo bom me dashni. E kur hyn dashnia, çfarë? Ku hyn dashnia? A hyn trun? Jo, truni është mekanik. Truni o mekanik. Është muskulator, është teknik. Ama nuk ka dashni truni. Dhe nuk mundesh me thonë për shembull, kjo mikrofon. Kjo është mermer. O truni e lexon këta, po se do. Nuk mund të lidh me ta me dashni.
A kush lidhet me dashni? Zemra. Zemra lidhet me dashni. Po këtë arsye, gjëja e parë që e liron, e shkarkon agjërusin prej saj që ja liron zemrën. E zemra tash fillon me pa. Dhe gjëja e parë që fillon me pa dhe me e dash është Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është qëllimi. Pra Allahu gjithë thotë leje vakbukën, edhe ujë leje, edhe epshet leje. Po pse Milan? Heki, të më shifsh pak, ta shifsh Zotin, ta dush Zotin, ta madhrosh, ta lartësosh e kështu me radhë. E dyta, lil fikr, edhe dhikr. Pra e leton punën e zemrës për të mendu dhe për të përmend Allahun subhanahu wa taala. Andaj a ka dikun jashtë Ramazanit që përmendet Zoti i Madh xhelle xhelaluhu më shumë se Ramazan? Jo, se kemi liru terren. I kemi vë terren, i kemi vë kanal, e kemi shlu dritën. Apo, andaj, që kjo qëllimi pse e lojnë bukën? Që do të dinë hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të përmendesh Allahun subhanahu wa taala, përmendë Zotin xhelle xhelalu. Tash që ja xherushëm, edhe në punën se i përmendë Zotin e Madh subhanahu wa taala, që ta kujtoj se unë për atri pa bukë, për atri pa ujë, e kështu me radhë. Andaj, urtësia e dytë që ka nxjerr Abdulrahman al-Muallimi, Abdulrahman al-Hanbali rahimahullahu taala, çfarë ka thënë? Ka thënë se lënia e bukës dhe lënia e ujit dhe lënia e epsheve e liron zemrën për dy gjëra. Gjëja e parë është me menu, është me dasht, është mu sill rreth gjërave të cilat janë të dashura të Zotit te bareke ve teala dhe jashton dhikrin. Se ti tash për shembull, ti me hangër bukë, e hek sikletin. E çish me hek sikletin se ta prish agjërimin, bën dhikr. Edhe kjo është një lloj ushqimi. Kur bën dhikr, subhanallahu, alhamdulillah. Andaj shiko, zëvendësimi i ibadetit bëhet në ibadet. Ashtu agjërimi çfarë ka bëu ta kanë ujin edhe pijen. Jepi ibadet, jepi dhikr. Edhe dhikri e mbush ata. Edhe dhikri e mbush. A keni pa njëri kur ka siklet? Kur ka një siklet, kur ka një shqetësim. Gjëja e parë që dëshiron me një dost vetin, me një minik vetin, çka të bëje? Kur e thirr një dost, thot ai ta pim një kafe, se kam një zor. Ajo ta pim një kafe, është vetëm domethën rrethan. Ai do të folë, do ta hekë sikletin. Andaj gjëja e parë që ka nis para kafës, me fol, do ta hekë pimrena atë keçtin. E çyshe hekmi kët mbeturinë që ka me mrena, me çfarë? Me dhikr Zotit, përmend me Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo është urtësia e dytë e procedurës së agjërimit, kur ne pengohemi prej ushqimit dhe pijes dhe marrëdhënieve intime me gratë në martesë. E treta, prej dobive që kanë nxjerrë dietarët nga të lënërit e ushqimit edhe pijes edhe marrëdhënieve intime, cila të ndërum xhamat, përkujtimi i begatijës dhe kadrit begatijës. Janë dy gjëra. Përkujtimi i begatisë dhe kadrit begatijës, sasijës begatijës, vlerës begatijës. Njeriu haron të ndërum xhamat. Haron sa i ka dhënë Zoti i Madh subhanahu wa taala. Keni pa njeriu për shembull, nëse ka prindin e pasur, edhe i jep vazhdimisht, i jep, apo edhe ka qellu për shembull ai trashëgon pasuri, dhe i harron. Se këtë jetë çka e bën komode, këtë luks dikush më siguron. Edhe ai harron se harxhimi i tepërt nuk ka normal, harron se dikush s'ka, harron se me pas parë vazhdimisht në xhep nuk ka e zakonshme, dikush si ka ato. Dhe fillon çfarë bëhet arrogant. Andaj shiko, Zoti na jep mira vazhdimisht. Dhe na ka një herë në këtë dinamikën e jetës harrojna se ai i cili po më furnizon është Allahu, jo ti. Se të fitu ti, po të furnizoj Allahu. Sa është e vështirë tek njerëzit që me rrotullu këtë punë. Shumë e vështirë. E agjërimi e ka këtë rol. Agjërimi po të ban çfarë? Që ta dish mirë se ai i cili po të furnizon është Allahu subhanahu wa taala. Ai është që po të furnizon Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj thot enel ghaniya ya'rifu qadra ni'mati Allahi alayhi bi iqdarihi lahu ala man'ihi ala ma mana'ahu kathiran min al-fuqara. I pasuri kur ta xhoroje, çka thot gjëja e parë? A çështu e ka fukaraja tangona? Kjo ja çel pasirën, apo e kush ti dha ti parët, kush ta dha ti pasurinë? E shef se dikush më paskallon takat mua, dikush më paskallon pasuri mua. Asa është robi i nevojshëm të ndërum xhamat në e ditë vlerën. Sa është robi i nevojshëm e ditë vlerën.
Sa është robi njëvorshëm për më kanë mirënjohës dhe ati i cili i ka dhënë. A është në rregull të ndërum xhamat prindi si prind? Dy prindrit jam sebeb me ardh njëri në dunja. E veshin, e ushqejnë, e rritin, gajlosën për ta, brengosën për ta, mërzitën për ta, shqetësohet zemra e prindit për lëvizet të vazhdueshme të vladit vet derisa bëhet i madh. A është në rregull pse Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar nga evladi të jetë i bindur ndaj prindit vet, sepse zemra i dhem atina. E tani, a është në rregull ai me shku tek kushia me thon, valla juve po ju du më shumë se babën? A në rregull? Çfarë ish llogarit kjo? Ish llogarit rebelimi më i madh në botë. Apo a ish llogarit ala më e keqe? Çaj kushia më thon, po valla. Unë ti hak te unë kije. Apo ti ani pse të ka vesh aj, ani pse të ka rrit aj, ani pse zemra i ka plas prindit tan, ti të mundesh me mgue. Unë du mundesh me më bin. Çish njet prindi? Po thotë unë be kam rrit kët. Unë be kam dhënë kët mirat. Andaj ti sheh plot për prindërve, të cilët masi ja kanë dhënë maksimumin për evladët e vet, apo e shati për shembull ai thotë, po ma grojeme më shumë hak ka. O ki shpirtin e ka dhënë. O ki jetën me ka dhënë. Po, pse? Se kjo është mirënjohje. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mëkateve të mëdha, mëkate u dhënon Allahu subhanahu wa taala. Çuçi i dhon, ka thënë wa uququl walidain. Dhe mos me u bin respekt prindërve, pse? Ki hak. Sot në rregull të ndërum xhamat, dikush me t'i dhon ti ka 100 euro në ditë, e ti më thon dikujt tjetër më thon faleminderit. Ai thot po, unë t'i jap ti bidhua ti faleminderit. S'po kuptoj këtu diçka, sa të ndodh mirë diçka. Para me do të ndërum xhamat sa i dhënohet Allahu xhel xhelalu, i cili vazhdimisht ta begaton me të mira na shefit valla mos me kon ti ku për neve. A nuk o marrë pi Zotit? A nuk është marrë pi Allahu subhanahu wa taala? A nuk na i dhënohet Zoti më me thon po unë be jap, unë po jap. Andaj ka ardhur transmetime se Allahu subhanahu wa taala thot se unë i begatoj robrit e mi, tjetër kush falëndërohet. Por këtë arsye ibadetin e ka bëv ekskluziv për veti. Se ibadeti çka të ndërum xhamat, maja e dashnijës me majën e nënshtrimit. Kur të shohë Zoti që ti dikan vedon më shumë se ai dhe pi bindesh më shumë se atina, i dhënohet. I dhënohet dhe ka hak mu i dhënuar se ai të ka dhënë. Sikur që prindja ka hak mu i dhënuar se ti dikujt tjetër i thu faleminderit. Ti nuk mundesh për shembull, ti nuk mundesh nana jote me dhën maksimumin që ti kanë dhe pa haft. Ti edhe ti nuk mundesh më thon, po unë kur jam kanë i vogël më kirujt, po i vogël për kjo procedurë, pa çare që pas me ka përci ata. A në rregull tash dikush ti të ka marrë të gatshëm. Të gatshëm. Ka marrë 20 vjet, 25 vjet. Me thon, ti te unë ke më shumë hak. Si bëhet kjo punë? Si bëhet kjo punë? Na s'kemë ekzistuar. Ne kemi një datëlindje. 1 minutë para datëlindjes nuk i kanë. Gjys minuti para datëlindjes nuk i kanë. Gjys sekundi para cakit të lindjes nuk i kanë. Andaj ti dim hakët e njëri tjetrit dhe ta dim secili çka ka hak te Allahu subhanahu wa taala. Andaj gjëja e parë që e merr prej dobisë së tretë zengini dhe ai i cili ka dhe këtu janë fukaraja. Edhe nëse je me rrog, njëri thot, "O çka kanë të fol për milionerat." Jo, ti që i keni rrog. Çi kish net? A kishin net? Po. A disa keqa mos me pas. A disa keqa. Por këtë arsye ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam kur vjen iftari, besimtari gëzohet. Pse gëzohet? Elhamdulillah o Zot që na mundsove me hangër. Shumë zora me pa hangër. Me ta vazhdu që ashtu një muj dit. Me pas kanë të ndërum xhamat me nis Ramazanin, me një Ramazan, edhe me thonë Zoti e prishni me 30-in. Cili agjeron? Me 30-in. Apo shikoni të ndërum rahmetin e Zotit xhel xhelalu. Fillimet e para kur ka zbrit agjerimi, ka qenë e ndaluar buka, uji edhe gruaja. Çështo ka qenë fillim. Po këtë arsye, ajeti i fundit i agjerimit në vargun e ajeteve të agjerimit në surën Al-Baqara, sikur që kemi shpjeguar shpesh, se agjerimi ka ardhur veç surën Al-Baqara. Kur s'ka ardhur tërkon? Veç surën Al-Baqara. Apo ajeti i fundit i agjerimit, cili janë surën Al-Baqara, uhillet lakum është i lejuar për juve që natën të fleni me gratë juve. O kanë fillim, kur ka zbrit Ramazani sefte, e ke pas ti për shembull pinim sak deri në akşam. Mos me hangër, mos me pi. Njashtu e ke pas mos me prej gruajën.
pini iftar, e ki pas lejume me hangër dhe me pi, a gruaja vazhdon me kanë ndalume. Domethënë 24 orë Ramazan gruaja ka qenë ndalume. Apo mirë po Zoti i Madh xhelesha thot, alim Allah, e di Allah se ju s'e bani kët. Ka vështirësi e madhe. Jo buka dhe uji. Marrëdhënia e burrit me gruën e vet, marrëdhënia intime me halallin e vet. Zoti xhelal thot uhillet lakum lejlatus siyam rafathu ila nisaikum. Natën e agjërimit Zoti po ja u ban halal gratë juve. Pse o Zot? Zoti e di se s'po mundi me bë. Edhe e ka bërë legjitime. Andaj pi niftar deri në imsak njeriu t'i lejohet haja, pija dhe marrëdhëniet intime deri në sifir. Kjo ka qenë ndalume. Me pas kohën komplet ndalume, i shkon fryrësi e madhe. Por Zoti e ka leju pi rahmetit, që i bie çfarë? Se sikur t'na i kish ndaluar 30 ditë, do të ishte vështirësi e madhe. Vështirësi e madhe. Një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam isha dostat e vet, duke tentu me agjëru 4 ditë 5 ditë me ran. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë që ta agjëron dikun 4 ditë 5 ditë me ran. Qysha është agjërimi 4 ditë 5 ditë me ran? E nis ditën, sifirin, e prish mas 5 ditëve. Dhe kur e kanë pas sahabët që ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ninon ka 5 ditë pa nal. Jo me të prishme, pa të prishme hiç. E ka nis sifirin sikur me thon, për shembull të hanën, xhuman e ka bëë iftarin. Dhe kanë thonë sahabët ta provojnë edhe na. Kur e ka pa pejgamberi ka thonë jo. Pse jo? Dhe kjo është edhe ajo të cilën nuk pe kuptojnë shumë prej muslimanëve, se po thonë, çka ka bëu pejgamberi sa dhe na duhet me bë. Jo, s'është çka ka bëu pejgamberi sa që ti dush me bë. Se ai ka bë gjëra që nuk mundesh ti mi bë. Sa prej muslimanëve thotë, pejgamberi alayhis salatu wasallam i kish fal veç 8 recate o xhan taravi. Jo po na i falni ka 20. Apo se na nuk pe dinë se pas ka ardhur hadith që pejgamberi sa mi pas ka fal 8 recate. Po pejgamberi sa nuk e ka pas bën jetë, vetëm numrin e ka pas edhe cilësinë. Ai ka ninu 5 ditë pa e prishje që amun e ban. Kur ka tentu sahabia, ka klasa me ngrit të njerëzimit, me e bo ka thonë jo. Pse jo? Sepse ju ka thonë si nisione. Nuk i nisione ju. Mu ka thonë Zoti mu qenë, mu Zoti mba, nuk i nisione. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka është ngrit namaz dhe ka fal. Thot sahabiu i cili është lidh me ta mastina, thot e nis ke surën Al-Baqara, e cila i ka 49 faqe, e nis ke surën Ali Imran, e nis ke surën An-Nisa. Apo ama njani të na lexon imami me kul huwallahu ahad, thot 8 hoxha sipas sunetit. Jo nuk ka sipas sunetit. Jo veç numrin, na veç numrin e kena këshir. Asilsien e nuk ka. Ti ki mundesh me shku është një vetur, ajo është bon për muze, para 200 vetëve. Apo edhe ajo vetur e ka emrin. Po mos përdoret ajo. As gumat si punojnë, as motor s'ka, as kur gjo. Njëri me thot, hajde ban beqi nuk ka kërë. Jo, unë shumë, baj beqi sa kërë, ki kërë. Ama kja është tarë, kja është shkreto ki. Apo, edhe ki kërë, edhe Mercedesi kërë, edhe ki kërë. Po ki kja kërë, po kja, edhe gjenazë janë njëri. Ama i dekto. Andaj mos t'kabe një për numra. Valla teti ka falë. O teti ka falë, po me cilësi ka falë. Andaj ulemat e muslimanëve min një herë mas pejgamberi sa më çfarë thanë? Thanë ai ka ngrit cilësinë. Nëse ne ngritën cilësinë, çfarë bëjnë? Kur e ulin cilësinë e shtojnë numrin. Ç'a më bëna? Au ka ul cilësia po, shtojnë numrin. Për ta balancu atë çka se kena për cilësisë. Për këtë arsye shiko, çdo sen ka një urtësi, ama të na dojna më ka për numrin, a cilësia nuk ka kurrë apo. Ti ke vish mantillën e doktorit, ashtu ashtu nëse s'di. Po jo ti e ke vish mantillën, cilësinë e ke. Doktori janë doktor të ndërum gjematë dhe kurrin trenerka. Ai doktora. A ti edhe me vesh mantillin si e doktor se si e. A janë doktora, i di me të kalzu edhe kuran i vesh me mantel sportiv. Ama ti nuk ma është doktor edhe kur e kije matë mirën, ti me shku mi amor doktorit matë madhë mbod me thonë, beba vesh një minut të veshit që ketë mantil. E njëri me thonë, u kri vla u bane doktor. E gëzofsh. Jo mëre nuk i bo doktor, beba me të shku menja që i bo doktor, i bo budal. Ta man budal i bo. Se ai cili me ndonë se e vesh mantilin e ka morë dhe cilësien, ai nuk ka taman. Ai nuk ka taman. Cële janë taman të nërëm gjemat. Ai që ka thot, mos e kështi doktorim se si ka të ejxat. Sa ai doktoran se doktor lëk i këtoa. Andaj shiko, ne i marim numrat, i lejmë cilësit. E qëfar tha Abdurrahman Al-Hambeli? Tha Zoti Madh Gjelle Gjelalu, dëshiron që neve në përmet agjërimit me ne e bët të ditur njohjen e vlerave.
Me të kallëzu Zoti, a pe disa çat ka dhon? A pe disa të mira kije? Për këtë dush me falendërua. Për këtë dush me falendërua. Të ndërum xhamat. Të ndërum xhamat. Nëse vetë Zoti na kishton pagunë një ninësi, çka ja u merr mendja? Sa do të më nejt në sejdë me pagujt, me thon paguma. Veç një ninësi. Nuk mundesh me pagujt kurr. Ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrekin e tina nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njëri prej neve para neve ka jetu 500 vjet. Në më kaluamën ka jetu pak më gjatë. Ka jetu 500 vjet. Apo. Dhe vazhdimisht u ka fal. As u ka martu, as kur gjë, veç u ka fal. Çka ka hangër? Shegë. Ka mbledh shega, ka hangër pak, me ditë e ka quë. Dhe veç a fal. 500 vjet veç e ta e ka ba. Hiç kur gjën tjetër. Para meno veç falbe, habuk pak, shegë, kalo. 500 vjet. Ditën e kiametit Zoti e be para llogarijës. Edhe Zoti i Madh xhel xhelalu i thot, hyn xhennet me rahmetin tem. Hyn xhennet me mëshirën time. Edhe njëri normal si jam armenja, sikur që neve të na mëmëna, thotë unë kam një 30 Ramazana, ka dalë, unë kam punuar. Kam punuar jam lodh, apo ki komunizmi neve na ka prish sistemin operativ. Kam punuar edhe thotë. E ki takat e di, ki dora eme e di. Apo vati thotë o njerëzit për mua kush jam kanë. Unë kur ta kishish ka punuar ti 40 vet, kur gjoj hiç. Shohën edhe ka veti për ne, shamë vetë valla. Çka ke lënë ti në historinë tënde, për moralit dhe projekteve. Çka ke lënë ki punu me takat. Ki në rregull është ajo. Po nuk mundesh me paraqiti si vlerë ata. Nuk mundesh me vlerë me mushti me pejgamberët e Zotit alayhimus salatu wassalam. Ama kështu ka prish sistemin, sistemi ka prish, sistemi ka prish sistemin. Sistemi, i thonë se sistemi i komunizmit ka prish sistemin. Dhe ky njeri nuk ka qenë komunist, po ki ka punu shumë, ka fal shumë. Ka thënë o Allah, unë po du me më shtin llogari, me më testu mua. Unë vetë më riu në xhenetin. Allahu që thot, hin me rahmetin tem. Jo Zot, unë i kam punë të mia. Apo, na pi neve dit falmi, alhamdulillah, na dit vjet janë ismu fal, e nin vetën sa kapadaia e kit njerëzve. O insan, po ti për veti me funit je fal. Ka për neve e fala. O dhe nëse je fal për veti, ke xhuru për veti. Për kan, po për shpirtin tan. Funit ti do me në xhenet. E na pse kimi ti në xhenet? Na çka me trajtu ti tash? Se me të bën ti brata, jo. In ahsantum li anfusikum. Allahu ja thot në surën El Isra, çu bëni mirë, bëni për veti. Po bën për vetin tan ban. Edhe ky njeri për streti thot Allahu subhanahu wa taala, hin xhennet me rahmetin tam. Thot o Zot, me punët e mia. A me punët e tua? Në rregull. E tani bane e sapt të ndërum xhamat ti me vlerat çka neve ne ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. I thot Zoti i Madh xhel xhelalu melekve, shtinën e sap. Ama shumë keq kur vin ato me morë sap, apo? Keni pa këto kur vin? Kur me ta mor llogarin dyqanin, apo këtë tatim marsit, trishtohet deri thot, to xho për një tatim po xhekshin, apo? Di thot ma kam shël dyqanin. Më kanë lënë pa punue, më gjegën ket. Dunja, apo të kam e vazhdu me punuaj. Apo? Edhe çfarë thot? Matne. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, e non Allahu ja unon peshorën. I merr kët punët e tij 500 vjet kanë janë. Noja thot punë, se ki me punë, ku kujton se çka ka bëu. Apo u ka fal 500 vjet. Edhe ja vnojnë kanë janë. I thot Allahu subhanahu wa taala ve melekve, merr janë njënin, veç njënin. Dhe vnoja ka ana tjetër e peshorës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ranon. Ti sinin së në pagun. Thot i bën Qayyim el-Jauziyja, me jamor sinin tjetër me javnue. Nuk shifën veprat ku kanë shkuar. 500 vjet adhurim. E na me sa Ramazana, me sa namaza, me sa zeqate, me sa pak punë vogla, na i merr mendja, po çash më i dolëm hakush Allahit na, po çfarë do më? Po ti s'm pagun kur gjë. Ti çeliza që të rigjenerohen vazhdimisht në pagun. Ti sinin tan që është dunjën s'e pagun të ndërum xhamat. S'e pagun. Andaj në lënien e ujit dhe bukës dhe marrëdhënieve intime, është veç një sebeb i vogël, jo për ta paguajt, veç për ta njoft. Nuk lip Allah me ta paguajt se s'e pagun. Ç'është e pagun ti krijimi, ti sikon hiç Allahu ka kriju. Apo nxjerrja e një gjëje nga hiçi në ekzistencë është e më e pamundshme për insanin, më e pamundshme. Ç'është nxjerr diçka, ai krijoi diçka, pi kur gjojë nxjerrë, ai nxjerrë. Ç'është më nxjerr më s'dim, ç'është më krijuar. Njerëzit vetëm formatojnë, nuk krijojnë.
A e ka ndreq telefonin, po ki telefon apo i plastikës. Plastika pip materjes toksore. Kjo Zoti e çon materjen, hekrin e plastikën e gjërat. Pastaj vën shkencëtari veç i kombinon ato. Veturën nuk ta ka bë atije. Ai thot Gjermani fort o gjë, na kurkun. Na veç tu falë gjë. Aja asha ka prodhue. Apo ama mësanin a thot ama naftin pitoke. E hekrin ku e ka moraj? A mos e ka shpik ai hekrin. Ju e ka marrë hazër për Allah subhanahu wa taala. Ai çka ka bë? Ai me inteligjencën e vet, e që thot poeti, e njerëzit çuditën me të prodhuarat e prodhimtarve, e harrojnë se inteligjencën që ja ka dhënë Allahu xhel xelaluhu atina zbulusit. E ket menën kush ta dha? Menën kush ta dha? A nuk është Rabbul Alamin? Andaj agjërimi ka për qëllim kur ne zbrazim stomakun pe ujit dhe prej gjitha gjërave që kanë të bëjnë me epshin e varkut, cila është për qëllim? Është për qëllim që ti ta njohësh begatinë e Zotit. Me thonë o Zot shumë na ke dhënë. Çish e di, tash se si të hongër. Sa mirë ti ja dish tash ujit, sa mirë ja di bukës, apo andaj pse ka thonë pejgamberi sa gëzohet kur ban iftar. Pse gëzohet? Ha, nuk ka pse gëzohet se ha, se dha ish ka zënon ha. Ama ti gëzohesh se ti më thotë, a unë ja di begatinë. Valla mirësi e madhe me hongër. Mirësi e madhe, me mirësi e hongër, e madhe është me e njoh vlerën e një diçkaje. Kjo është qëllimi i agjërimit të ndëruar xhamat, dhe nëse nuk dalim me këto mësime edukative, morale, edhe pas Ramazanit, që ne të jemi mirënjohës, që të jemi konsumator të mirë, e jo mushtir pronar të rrejshëm, ata nuk e kemi qëlluar ne ursive dhe pikave të agjërimit. E lutim Zotin e Madh xhel xelalu në këtë xumat të tretë të Ramazanit, Allahu subhanahu wa taala ditët e agjëruara ti bën kabull pi neve. Allahu ti përmirëson zemrat tona, Allahu ti përmirëson karakteret e tona. Allahu ne lutim xhel xelalu që Zoti jon te bareke ve taala ti udhzon sjelljet e tona. Ti ban Allahu subhanahu wa taala sjelljet e tona në përputhje me librin e Zotit, me përputhje me traditën dhe rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh xhel xelalu në këtë ditë xumaje që Allahu subhanahu wa taala muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i mbron, e ata që ka bojnë zullum, ata që bojnë fesad në tokë, Allahu ndërmjet vetit t'i shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.